më të rëndësishëm. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka lënë Shqipërinë pa port vetëm për interesat e tij personale. Gjatë një takimi në Durrës me ekspertë mbështetës Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se marrëveshja e qeverisë me biznesmenin Alabar për marinën e jahteve në Durrës dhe projekti për portin e ri në zonën e Porto Romanos kanë dëmtuar të ardhmen e vendit. Ky vet me klanin e tij mafioz pasurohet me disa miliardë euro. Shqiptarëve u vjedh disa miliardë dhe i ndërshkon me mbi 1 miliard tjetër për ndërtuar portin e ri. Për ndërtuar një port të pavlerë. Një port 1/4 e portit Durrësit s'ka asnjë vlerë, s'ka pothuaj vlerë. Sipas Berishës, tenderi për ndërtimin e portit në zonën e Porto Romanos u anullua vetëm pas ndërhyrjes së partnerëve ndërkombëtar. Kryeekspertja që në këto troje grua ma mafioze se ajo nuk ka lindur. Merr hap tenderin, vinë kompanitë më të mëdha të ndërtimit të porteve. Franca, Hollanda, kompani me një ekspertizë të jashtëzakonshme. I merr dhe i përjashton dhe zgjedh kompaninë që sigurisht ndante me ta më shumë. U desh një ndërhyrje energjike e partnerëve tanë që ky tender mega korruptiv ta anullohej një ditë para se shpallej fituesi. Nga Durrësi Berisha foli sërish për procesin e integrimit, duke akuzuar qeverinë se ka bllokuar miratimin e raportit piketave të ndërmjetme ose siç njihet ndryshe me emrin i parë. Ai është një raport i ndërmjem dhe as të ndërmjem nuk e kanë pranuar. Dhe janë bërë një grup i madh vendesh, të cilët kanë sjell dje një breshri të re kushtesh dhe kërkesash që do i vendosin Shqipërisë në rrugën e integrimit. Sipas Berishës nuk mund të ketë përparim në procesin e integrimit nëse SPAK u pengohet në luftën kundër korrupsionit.